Formula e performancës njerëzore, lëvizjet, zakonet edhe performanca e ekipit. Kjo është ajo që do të flasim sot me Leonard Mikaçi nga Transformohu, ku do të flasim për rolin e shëndetit fizik në performancën tonë në ambientet e punës. Leonard, përshëndetje, faleminderit edhe kënaqësi që të kam sot këtu. Faleminderit, kënaqësi me qenë pjesë. Tregom fillimisht pse është e rëndësishme me fol për shëndetin fizik në një summit të burimeve njerëzore. Sigurisht. Pasi që jeta jonë moderne është bo paka shumë para ekraneve, qoftë para ekranit televizorit përpara, qoftë sot para ekranit kompjuterit ose telefonit, na kalojnë për diçka që quhet screen fatigue, edhe kalojnë për gjërat të cilat neve na mbajnë pasiv fizikisht, po mentalisht jena të sfiduar dhe të ngarkuar non-stop. Kjo krijon një lloj disbalance ku na jena shumë të ngarkuar, stresuar psikikisht, emocionalisht prej punëve të cilat ndërmarrim, po trupi jon nuk është i ndërtuar për mos me lëvizë dhe me nejt një vend, siç është paka shumë mënyra e punës që zhvillohet në botën moderne. E kemi tavolinën, kompjuterin, laptopin përpara, edhe qëndrojmë ulën 8 orë, 9 orë, 10 orë pa lëvizë. Trupi jon ose makineria jon, se makineria jon vetëm është trupi jon, nuk është i ndërtuar me nejt një vend. Nuk është i ndërtuar mos me lëvizë. Faktikisht, thënia paka shumë klishe, mendja e shëndosh në trup të shëndosh qëndron më së vërtet, sidomos në botën tonë moderne, për shkak se nevojitet që na me mirë mbajt një dozë të aktivitetit fizik, e kur them aktivitet fizik, nuk nënkupton veç gjim, palestër, po nënkupton me dalë me jetë. Edhe një ecje. Nënkupton me dalë me bicikletë, nënkupton me bo një vrap, ose thjesht nënkupton ndoshta me nxit shkollat e zyres 3-4 herë në dite. Do të thonë ki mënyra të ndryshme se çysh mundet një person me integru aktivitetin e fizik në jetën e vet të përditshme ose në rutinën e vet. Normalisht që ka nivele. Ndryshe është me shku në fitness çdo ditë ka një orë, ndryshe është me nxit shkollë të zyres vetëm 4-5 herë në ditës. Mirë po, ideja është që njerëzit që rrinë shumë ulur do të me lëvizë dhe me marrë dozën e aktivitetit fizik. Në kohën e kuret, kur nuk kena pas supermarketa, nuk e kena pas ujin afër, nuk e kena pas ushqimin gati, trupi jon veturat për lëvizje. Ti edesh me i vrapu 10 kilometra për me nëzon gjahun, për me marrë një frut, për me bajt ujin. Ndërkohë evolucioni i trupit njerit është zhvilluar në qasë mënyre që me jap feedback pozitiv trupit ton, që kur i bëjmë këto aktivitete fizike na mundi mirë. Ndjenja e mirë vjen pas mundimit, edhe pse është kundër intuitës ton, se intuita jon primare na thotë që nëse kena me vrapu ose me ngrit pesha ose me bo ndonjë ushtrim fizik ose lëvizje, që kena mullol. Po për shkak pse trupi jon ka evolu që me jap feedback pozitiv këtëne proceseve, trupi jon është problem vetveten se kanë qenë mekanizma të mbrojtjes. Domethënë kanë qenë mekanizma të mbijetesës në përgjatë zhvillimit të njerëzimit. Për atë arsye, sot trupi jon është shumë i uritur për lëvizje, për shkak se nuk e marrim as afër dozën e lëvizjes, siç ishte desht që fiziku jon edhe truni jon edhe komplet biologjia jon me funksionu ashtu që është para po. Do të thotë kur them ashtu siç është para po, i vjen në mënyrë optimale. Po në anën tjetër kemi edhe shumë njerëz që sot ankohen për lodhje. Në këtë rast jemi të folë për lodhje psiqike më shumë apo për lodhje fizike? Lodhja është fizike edhe dy anë të njëjtës medale. Dhe të thotë nuk mundesh me i da. Me i da nuk dahen për shkak se truni jon edhe psikologjia jon direkt lidhet me fizikun edhe me biologjinë të cilën e ka trupi njeriut. Edhe për atë arsye është shumë e rëndësishme që njerëzit me lëvizje po marr parasysh e perceptojnë se a kanë problem lëvizjen apo jo. Shpeshherë mundemi me vrejt që kur kemi qenë gjatë periudhave më të gjata stresuese që jemi adaptuar kemi baj. Po në momentin kur kemi ndalu atë aktivitet ose ka përfundu procesi ose periudha kaotike ta quajmë, e kemi pa veten se sa jemi lodhë dhe sa ngarkum kemi qenë. Ngjajshëm me
shumicën e gjërave në jetë, njeriu kur kalon nëpër një vështirësi edhe është e kalu, perceptimi i vet mbi vështirësinë cilën është e kalu është relativ ndaj asaj se kur e liron qatë peshë ose e liron qatë kaos ose qatë stres. Kështu që my take kishte me qenë që edhe dikush që nuk lëviz, po prap nuk ndihet i lodhur ose nuk i ndin efektet e mos lëvizjes në mënyrë aktive, ju them atë që me patjetër i kanë ato efekte në trup, është vetëm momenti ku personi derisa ka me kalu sa threshold ose qatë kufi që ka me kuptu. Po kur e kupton do të thotë dëmtimi vetë se ka filluar me ndodh, edhe mungesa e aktivitetit fizik është do të thotë shumë e qartë tek këta njerëz. Kemi pa përshuam çdo ditë më shumë kompani që po investojnë në programe të ndryshme well-being apo edhe po ndërtojnë fitness brenda zyreve të kompanisë ose edhe korporatës. A mendon që ka filluar një ndryshim i dukshëm i qasjes e gjarit ndaj mirëqenies së punëtorëve? Po sigurisht, edhe kjo është një prej praktikisht për pikpamjes time personale është një për gjërave më të mira që mundet me ndodh, për shkak se jemi të e kuptu edhe bota e gjarit është të e kuptu që investimi në produktivitet edhe në prodhimtari do të thotë në cilën do organizata apo kompani nuk ndërlidhet vetëm me mjetët e hardware-it ose software-it, do të thotë investojmë në AI, investojmë në facilities të mira, investojmë në shumë gjëra, po zakonisht deri më tash e kemi neglizhuar atë pjesën njerëzore, atë pjesën e lëvizjes, aktivitetit fizik, për shkak se nuk ka qenë shumë e qartë që kjo ka mund shkaktu problem për shkak kësaj pune. Zhvillimi shumë dinamik i kompanijave e ka bërë që me kuptu këtë sen, me hulumtu këtë sen, edhe madje hulumtimet globale tregojnë që shkëmbja në produktivitet pikërisht për shkak të këtij efekti janë diku për afërsisht afro $10 trilion në industrinë globale. E që i bjen paka shumë 10% e të prodhimtarisë së globit. E që nuk është një numër i vogël, mirë po investimi i madh në palestra tash, në well-being edhe në programet e tilla ku departamentet e gjarit kujdesen për mirëqenien fizike dhe psiqike mbi të gjitha të punëtorëve të saj, është shumë e rëndësishme, është një hap i cili e vendos një gur themel tash, se qysh duhemi me mendu për departamentet e gjarit edhe për punën e gjarit. Do të thotë puna e gjarit sot nuk është vetëm me rekrutu, me identifiku, me menaxhu stafin edhe me ofru grupimet administrative, po. Se është gjithmonë tash ka më shku të zhvillu ma shumë në atë formën që duhemi me u kujdes për sistemin njerëzor. Kur thëmë sistemi njerëzor është makineria e emocioneve të njeriut, se secili njeri i cili ka me kalu në për punën e vet ka me ndi një sferë të emocioneve për gjatë ditës, qoftë lodhje, qoftë paqësi, ose mundet me qenë edhe kundërta me pas energji dhe muni që mundesh me përformu atë ditë. Po ajo është e paqëndrueshme në afat gjatë kohor, në qoftë se nuk i bojnë gjërat me strategji dhe me planifikim, qysh edhe kompanitë e mëdha në përbot, e së fundmi edhe të na në Kosovë kanë filluar me vepru. Tregom për fund një këshill konkrete. Ju si transformohu, çka mendoni që munden me ndërmarrë kompanitë sot për me përmirësu mirëqenien dhe performancën? Përveç kësaj që e përmendëm, që kanë filluar me kriju edhe studiot fitnessit apo yoga, pilates, çka do të qoftë brenda hapësirave të zyrës, edhe një këshill nga ju personalisht se çka do të ndërmarrë kompanitë sa i përket mirëqenies së punonjësve. Decision makers, liderëve të organizatave, liderëve të ekipave, ju kisha thonë, pasi që është hala fillimi i zhvillimit të këtij trendi edhe në botë, po edhe të na është shumë e hershme, që në këtë fazë është shumë e rëndësishme që kultura e organizatës me kulturën rëndësinë e të qenit të shëndetshëm fizikisht edhe i fortë fizikisht, edhe kuptimin e ndërlidhjes se çka nënkupton kjo në performancën tonë të punës. Kur thonë performancën tonë të punës, performancën mentale, performancën psikologjike. Pra ndaj kisha thonë që investimin më të mirë që kishit mujt me bon këtë drejtim në këtë pikë
të industrisë dhe të ekonomisë kishte me qenë me rrit vetije, që këtë organizata prej personave të cilët i kanë punë më të thjeshta deri te ata të cilët e udhëheqin kompaninë, me kuptu se çfarë efekti sjell kjo, edhe me kuptu se industria, qoftë tech, qoftë non-tech, është të shkuar sa drejtim ku kena mundesh me investu në makineri njerëzore, baraz njëjtë si që investojmë në makinerinë sot të kalkulimit, të AI-t, kompjuterave edhe gjërave të tilla. Leonard, faleminderit shumë, ishte gracie. Faleminderit shumë Fiona, Suksese juve. pjesë. Faleminderit.